Në reagim ti me thonë që zbën mja bo që shtu një ministri. Po unë konsideroj që e ka nxitur një kundër reagim zoti Velio, sepse ka deportuar qytetar të Shqipërisë veç për shkak që nuk i ka pëlqyer. Ka deportuar zoti Veliu për shkak që me drejt. Ka deportuar njerëz dhe ata njerëz që kanë atakuar kanë qenë njerëz që janë atakuar për zotit Veliu fillimisht. Po zoti Zeshiri. Veç duhet me do të jep mendimin jep mendimin tuaj, o zoti. Ai e ka ekstraduar. A ka pas në herë I ka ekstraduar qytetarët e Shqipërisë. E ke huq me ka krejt. Jo, absolutisht. Sepse je ka me krak, Sa është profesionalista, po folë si militante. A di qa ka baj, si në kohën e Serbisë kur që qytetarë në ato kufini. A vedin, si kalon njerëz shqiptarët e vetë me në Kosovë se mu s'pon pëlqeni. Kush? Zoti Veliu, në cilësinë e ministrit brendshëm. I ka ekstraduar qytetarët që si kanë pëlqyer. Ka që t'jeshtër. Ka që t'jeshtër. Madje fushata kundër Veliut nuk ka zgjat në terma kështu. Ka zgjat psikopatie. Për mendimin tim, gjithmonë. Për mendimin tim gjithmonë. Jo, ti nëse ekstradon qytetarë mund të prit reagimet e Veliu, edhe pecë dhe një parti e ngon. Për mendimin tim, nëse ekstradon qytetarë ti dush mu bu gati që dikush ka me të ofenduar me statusin. Po, dhe ju në bre ka pas. Jo, dhe ju s'është e vërtet. Bëj kena bozën. Çka? Aja u konë ministre punët brendshme. E ka kthyer një herë në kufi veç pse për shkak të bindjeve tip politike. Ja, s'ka fuqi ministre për shkak të bindjeve politike. Është një hierarkie atë. Tu kemi qenë. Nëse s'ka interesu në atë kohë tjerëve u ka interesu. U ka interesu tjerëve. Jo, kjo shumë e drejtë. Nëse tje deporton njerëz, po sot peçi ke ordë dhe unë atulse. Komplet e ke huq. Jo, absolutisht. Se nuk e ka tira çka ka thu. Je në rregull, është mendimi yt. Po mira, mund ta dëgjojmë edhe mendimin e zotit Zeshiri, a kemi drejt? Po gjithsesi. Faleminderit. Mendimi jam. Po. Peçi është ul, Fatimia në atul sa oferteje në kronën e djathtë. Po jo, po ju nuk po shprehni mendimin, dorën zamër, vetëm zori Hajdari është duke shprehur mendim. E kemi ne dorëzu. A ke ndonjë mendim ti për idenë që disa kolegë po ju bëhet kallëzim penal për statusin në Facebook? E ka bu këtë solem. Nëpërmes kallëzimit penal që me friksu gazetarët dhe mediat që gjatë fushatës tani kur veç përfundon numërimi i votave komplet deri në balotazh deri më nëntor gazetarët të mos kenë guximin të shprehen lirshëm për ato që ka mendojnë. S'ka të bëj me u shpreh lirshëm kjo. Kto është këtë qëllimi i tine sepse ka akuzuar një kerë gazetarëve për gazetarë më të mirë që i ka Kosova, bashkë me Arbenin dhe të tjerët. Prandaj e ka gabim. E ka gabim se goja gazetarët nuk mbyllet. Në Kosovë jo. Kosovë jo, gazetarët ka të drejtë, kur ka fakte, kur ka argumente me volë çka të doj. Ndërsa sa i përket Facebookut, ata njerëz që po na shohin neve gjatë ditën e gjatë natën nëpër Facebook, çka me bona? Kanë të drejtë ata. Ka inxhinierim ato. Ka inxhinierim ato. Si po çan. Ka kryer analizat me sonte. Ka kryer analizat. Ska analiza ma Fatimia. Gjithë ditën sonte si përfundon.